Unë e di që ti do fitosh. Nuk e them si fjalë për të dukur e bukur, nuk e them për të të dhënë shpresë boshe. E di, sepse të kam parë. Të kam parë kur ke heshtur, kur ke duruar, kur ke përtypur dhimbjen dhe nuk e ke nxjerrë jashtë si zhurmë. Fituesit nuk janë ata që bëjnë më shumë zë, por ata që dinë të qëndrojnë drejt edhe kur u dridhen këmbët. Dhe ti ke qëndruar, qëndrove fort. Vazhdo përpara. Mos u ndal të fjalët, mos u ndal të provokimet, mos u ndal të skenat që janë bërë për të lënduar. Ti je më e mira këtu jo sepse je perfekte, por sepse je e vërtetë. Dhe kjo është shumë më e rrallë se çdo lojë, se çdo strategji, se çdo puthje për kamera. Vetëm femrat e forta ja dalin. Jo ato që nuk ndjejnë, por ato që ndjejnë dhe prap ecin. Ato që nuk e shesin veten për një moment vëmendjeje. Ato që nuk e fliqin fytyrën e tyre për një javë më shumë rehati. Dhe ti je njëra prej tyre. Prandaj jam e bindur që do ja dalësh. Nuk kam asnjë dyshim, ti duhet ta kalosh këtë hap. E di që dhem. E di që ndonjëherë duket e padrejtë. E di që ka momente kur do të doje thjesht të largoheshe, të mbyllje sytë dhe të mos shije asgjë. Por ky hap është ai që të ndan nga të tjerët. Ky është momenti ku ose thyesh, ose forcohesh. Dhe ti nuk je këtu për të thyer, unë kam pyetur për ty 2 herë në ditë. Çdo ditë. Jo sepse jam kurioze, por sepse më intereson. Sepse dua të di si je, si po e mban veten, apo reziston. Dhe çdo herë që dëgjoj për ty, bindem edhe më shumë që je në rrugën e duhur. Edhe kur je e lodhur. Edhe kur je e mërzitur. Edhe kur hesht. Sidomos atëherë, duhet të bëhesh edhe më e fortë. Jo e ashpër. Jo e ftohtë. Por e fortë nga brenda. Të mos lejoj askënd të ulë vlerën. Të mos lejoj askënd të nxjerrë nga vetja jote. Loja vazhdon, por karakteri mbetet. Dhe ti ke karakter, vazhdo lojën. Jo për ta, jo për ata që duan të shohin të dobët. Vazhdo për veten tënde. Për atë vajzën që e di kush është, edhe kur të tjerët përpiqen t'i vënë etiketa. Për atë gruan që nuk pranon të përdoret, as emocionalisht, as moralisht. Për atë njeri që nuk bën kompromise me dinjitetin dhe dëgjoje këtë me kujdes, nëse ne jemi në finale dhe nëse unë e fitoj, çmimin e madh ta jap ty pa asnjë hezitim. Sepse fitore e vërtet nuk është vetëm çmimi. Fitore është rruga që bën për ta merituar atë. Dhe ti e ke bërë këtë rrugë me dinjitet, ti je shembull. Jo vetëm për vajzat që të shohin nga jashtë, por edhe për ato që janë aty brenda dhe nuk guxojnë të flasin. Ti po tregon që mund të jesh e fortë pa u bërë e keqe. Që mund të mbijetosh pa u ulur. Që mund të ecësh përpara pa shkelur askënd. Mos u dorëzo. Jo tani. Jo kur ke ardhur deri këtu. Çdo ditë që rri aty është një fitore e vogël. Çdo natë që mbyll syt me ndërgjegje të pastër është një fitore e madhe. Dhe këto fitore, njëra pas tjetrës, të çojnë aty ku e meriton. Unë besoj të ti jam e bindur për ty dhe nuk jam e vetmja. Edhe nëse nuk ta thon të gjithë, shumë e ndjejnë. Sepse forca jote nuk bërtet, por ndihet. Dhe kjo është arsyeja pse ti do ja dalësh, qëndro. Ec. Mos e humb veten. Ti je më e fortë se sa mendon. Dhe fundi i kësaj rruge do të gjej ashtu siç ke qenë gjithmonë, me kokën lart.